Kam pothuajse 10 vjet e ndarë. Se ka pa telefonin normale. Për familjen mund të bësh çdo gjë. Ne kanë akoma atë ideën se ndoshta një ditë do bëhet. Se do të qaj. Dhe qetësohu. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Du me Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do të kem një nën, ai quhet Engji, është 32 vjeçe, nëna e 2 fëmijëve të vegjël, e cila fatkeqësisht përpara 3 viteve u braktis nga babai i fëmijëve. Do të jetë me mua pas pak këtu në këtë live për të rrëfyer jetën e saj të vështirë, tradhtim bashkëshortore, por padyshim që ditën e sotme ajo ka një apel dhe një mesazh për babain e fëmijëve, për ato zotëri që kaloi 9 vite bashkëjetesë dhe martesë, sepse e kurorzuan dashurinë e tyre në martesë ligjore. Hap dritaren sepse Engji është duke më pritur dhe menjëherë e përshëndes. Engji, përshëndetje nga Tirana. përshëndetje. Si ke qenë ti? Mirë. Në radhë parë do të pyes për babin, si u bë babi? Po, themi më mirë, tani faleminderit Zotit. Mirë. Të shkuara, sepse kur jemi lidhur të dyja për herë të parë përpara disa kohëve, më ke treguar që babi bëri një aksident. Po. Më vjen mirë. Por sot nuk je për babin, je për veten tënde, sepse ke një histori për të rrëfyer dhe një problem. Po. Qa ka ndodhur me ty, Engji? Atëherë, se s'do t'i qaj. Unë kam pothuajse 10 vjet e ndarë. Dhe qetësohu. Jetoj me çunat. Je nëna e 2 fëmijëve. Po. I madhi është 7 vjeç në e parë dhe i vogli është në kopë është 5 vjeç. Ke 2 vite e ndarë dhe ke ngelur e vetme me 2 fëmijët e vegjël. Po, 2 vite po. Por çfarë ndodhi me martesën tënde? Pse përfundove në divorc? Atëherë, në para 3 vitesh, domethënë babai i fëmijëve të mi ka bërë një aksident. Se di ndoshta edhe juve e keni dëgjuar në patos që diqaj polici. Dhe domethënë për hatët të fëmijëve nuk ishte faj. Gjykata e ka lënë me arrest shtëpie. Domethënë dhe një vit kanë dhënë me arrest shtëpie. Po. Dhe unë punoja gjatë gjithë kohës, se isha vetëm unë isha në shtëpi, e kupton, okej, dhe prindrit e tij e kanë ndihmuar, se mund t'i hedh poshtë atë që kanë bërë. Dhe okej, vjen një moment që njefti këtë jetën. Oh, të tradhtoi. Po. Okej, zgjodhi t'ikte, jetonte me të, ka jetë në vetë, s'ka problem për këtë pjesë, gjithse kush e zgjodh vetë. Domethënë, okej, të gjithë kemi gabimet tona, se nuk është asnjë perfekt. Por që të bësh një sakrificë kaq të madh dhe të hidhem poshtë është. Më vjen keq për ty. Okej, pjesa do me të që unë dua është thjesht të marrë divorcin që jo të vazhdoj jetën time se jeta ime janë fëmijët, po thjesht të përgjigjet në fëmijët, kaq. Engji, jem përthyer nga emocionet, jem mbushur në lot të kuptoj dhimbjen që përjeton në këto 2 vite, të braktisesh nga partneri për një tjetër grua, sigurisht
është e rëndë dhe ti e përjeton këtë situatë, por nëse do më lejosh të pyes dhe të flasim të dyja si gruaja me gruan, ju jeni nën, unë jam nën, edhe ti të qetësohesh paksa. Je mirë? Po, vetëm një moment të më ngrites. Po, patjetër. Histori të vështira, histori nënash, të ndara, të divorcuara dhe që përjetojnë dhimbje. E dashur Engji, sa vite martes kishe me babain e fëmijëve? 9 vjet, po thuaj se 9 vjet. Je martuar përpara 9 viteve dhe sa vjeç ke qenë? 23. 23 vjeç. Ka qenë një njohje me dashuri, e njohe vetë apo me besëri? Jo, me dashuri. Ke jetuar në çfarë vendi të Shqipërisë? Kam jetuar në Fier dhe tash në Patos. Kam jetuar dhe 2 vjet në Greqi, po thuaj se po kam lindur në veçunin e vogël, kam lindur andej, po për shkak të Covidit atëherë, nga që nuk kishim mundësi të punonim, nuk ja dilim dot të u kthyem. Ti një vajzë e re nga Fieri, ndërsa ai ishte nga cili vend? Qyteti Patosit. Nga Patosi. U dashuruat dhe më pas këtë dashuri e kurorzuat me martesë. Okej, s'kemi përdasur në cilibrim. A, ti nuk je martuar ligjërisht, ke bërë një bashkëtesë me të? Ligjërisht, po, do të thënë me cilibrim, po s'kemi bërë domethënë dasur. A, nuk je veshur nuse. Po. Po? Po, dhe jemi martuar ligjërisht, jemi të martuar akoma ligjërisht. E kuptoj se divorci ende nuk ka ndodhur, por si e priti familja jote momentin kur ti u njohe me këtë djalë dhe vendose që ai ti ishte njeriu i jetës tënde që fatkeqësisht të braktisi dhe rruga juaj u shkëput? Okej, pak si për çdo prind, për fëmijë normale, pak keq, por që domethënë kanë marrë vesh, domethënë babi pak a shumë nik të pjatin e vet, domethënë ishim nga një zonë e Mallakasës, unë origjinë jam në Mallakasë e kam prindrin, po kam lindur dhe rritur Fier. Dhe, okej, një baba prind i përkryer familjar, domethënë njerëzit e kish, njerëz shumë të mirë, familje mirë. Kuptoheshim, okej, nuk është fajin gjë. Pastaj gjatë rrugës taj, se që mund të bëj fëmija, askush nuk e mendon, asnjë prind nuk e di se si, dhe unë sot nuk e di se si fëmija im do bëhet nesër. Pavarësisht se mundohem për të mirën e fëmijëve, por që shoqëria edhe të prishme njëherë. E dashur Engji, me sa po kuptoj ti nuk i dhe kohë vetes ta njeh babain e fëmijëve përpara se të vendosje kurorën me të. Sa kohë qëndruat bashkë në njohje, le të themi, se ky është gabimi më i madh i vajzave shqiptare që dashurohen edhe menjëherë nisin bashkëtesën, martesën dhe pastaj bëhen pishmën, si djali dhe vajza. Ju sa qëndruat bashkë? 1 vit e ca. 1 vit e ca muaj, le të themi, e fejuar me personin në fjalë. Shkove nuse në Patos dhe si nisi kjo jeta jote e re aty në atë familje? Ti jetoje vetëm me burrin apo ishte edhe vjerri gjithë familjarët? Jo, ne kam gjithë bashkë. Okej, shumë mirë, kalon shumë mirë. Do të thënë problemet tona ka nisur, po thoj se them tani mbas aksidentit. Erdhën i jetë 2 fëmijë. Po. 2 fëmijë dhe ishe një nën e lumtur dhe një bashorte e lumtur. Po. Por çfarë ndodhi pas atij aksidenti? Domethënë si ishte ai që të tha nuk të dua më dhe unë dua një tjetër grua, apo ju e kapët me një tjetër grua dhe i dha të fund kësaj gjëje? Domethënë okej, unë e kuptova. E kuptova, domethënë që fliste, bante, domethënë i kapa telefonin, normale. Normal. Çdo grua apo çdo burrë kupton marrëdhënien në çift, që ftohet, gjërat nuk janë më si më parë dhe fillojnë ato dyshimet e para. Po. Okej, po që domethënë është me ndershme do thosha të thuash që okej, kaq ishte se normale, nuk ka domethënë kushdo qoftë, edhe unë mund të isha unë në vendin e tij, por që me ndershme është të thuaj që okej, kaq ishte, kaq na u pushin gjërat, ti nesër kanë të udhëtimen.
Ndërsa ta bësh diçka mbas krave të dikujt që mundohet me mishe me shpirt, domethënë për ty që okay, vërtet të rahalli bëre një aksident apo po të qëndroj prap, domethënë po punoj dhe po mbaj familje, edhe të punosh mbas krave është pak jo pak po shumë e vështirë dhe shumë. Se është pak sa e çuditshme, kur ai ishte marrës shtëpie, arriti që të njinte një tjetër grua, kur ishte i lirë, ishte me ty. Për ironi të fatit. Por në momentin që ti arriti ta kuptoje që ai po fliste me një tjetër grua, i kape mesazhet, si reagoi? Se janë momente shumë të vështira, besoj, për një femër kur arrin të zbuloj mesazhet e tradhtis nga ana e bashkëshortit. Zgjodhi tikte. Tikte të vazhdon të jetën. Pas një problemi. Ai e pohoi dhe tha, do largohem nga ty. Po, ka ikur. Kam ndaj një të gjallë, që ai vazhdoi jetën e tij, unë isha në punë. Atë periudhë punoja me një rroba qetësi, në një zyrë, dhe që fëmijët në shkollë, i merrnin prindrit e tij, se më kanë ndihmuar se s'mund të jetë poshtë, domethënë ai mund të bëjë çfarë do lloj, apo mund të jenë si të duan, por që për mua kanë qenë tim, më kanë ndihmuar në lidhje me fëmijët, dhe pse i kanë të djalit. E dashur Engji, nuk po kuptoj një gjë. Ti jetohet e shtëpia e tij. Në periudhën që ka bërë aksidentin kemi dalë në shtëpi më vete. Në fillim kemi jetuar bashkë të gjithë. Jetonit në një shtëpi me qerat së bashku. Aty ku jam sot. Domethënë unë jetoj po në atë shtëpi, kam lëvizur bashkë me fëmijët. Ai u largua dhe të la ty me 2 fëmijët. Po. Por si reaguan prindit e tij? Se me sa po më tregon ata të kanë dashur, ish vjera. Po. Domethënë një aty dhe sot akoma qam për mua, më do akoma. Domethënë vjen me fëmijët, më takon në flet, pas telefon. S'u kam ndaluar asë një moment fëmijët, i kanë marrë sa e kam dashur, dhe pse ai domethënë jep detyrime për fëmijët njërë në kaq kohë. Ata kanë qenë në krahun tënd, ish vjeri dhe ish vjera kanë qenë në krahun tënd. Po, në fillim po, ndërsa tani domethënë vjera jo. Ndërsa vjeri është akoma. Që të mbështet. Si reaguan ata në fillim kur djali braktisi nusen edhe fëmijët, se nuk është e lehtë për çdo prind? Po. Okej, reaguan, domethënë normale i folën, i bën, po tani kur fëmia është në një moshë që vendos vetë, edhe nuk e se çfarë i bën ndonjëherë. Ai u largua dhe jeton po në qytetin ku jetoni ju? Po, jeton në një qytet, po. Shkëmbeheni në rrugët e qytetit? Për ditë. Si ndihesh kur e shikon me një tjetër? Okej, tani e kam stakuar me antin, edhe nuk është se më bën me përshtypje kjo gjëja. Thjesht ndjem keq për fëmijët, jo për vete. Sepse ka raste i merr fëmijët, dhe i merr në shtëpinë e tij, dhe unë domethënë ndonjëherë dhe tani kam filluar të ja ndaloj se pa për divorcin i kam thënë që ose do m'japësh divorcin dhe të përgjigjesh për fëmijët, ose do t'i las, sepse në momentin që unë po i rris vetë pa prezencën as kujt tjetër në shtëpi, kam vendosur domethënë të përkushtojmë atyre, s'kam menduar domethënë që krijoj një jetë tjetër, pa rritur fëmijët një herë absolutisht, dhe të t'i lë ty që të jetoj domethënë me një dikë tjetër, kur akoma e kanë në gjallë, më duket diçka absurde. Jo, në momentin që ndodhi divorci, padyshim që kujdestaria do të kalojë automatikisht ty Engji. Ai do ketë të drejtat. Unë do t'ja lë, dakord, nëse ai ka jetën e tij, unë kam jetën time pastaj, por që të përgjigjesh për ata dhe pastaj do të marrësh. Më the pak më parë që i kam kërkuar divorcin, po pse ai nuk t'i jep divorcin, ai është me një tjetër grua. Përse do ta mbaj kurorën me ty lidhur akoma? Po, domethënë kam hapur një divorcin dhe domethënë me gjasme u bë pishment dhe do të kthej. E kuptova. E mbyllëm çështjen. Unë e mbylla, pastaj kur ti domethënë vazhdon akoma me të njëjtin gjë, është diçka që nuk vlen për mua. Unë po bëj një hap për hatër të fëmijëve, por që është diçka që nuk funksionon me. Diçka që mbaron aty dhe nuk vlen me.
Tash Renxhi, pa të vënë në siklet, sepse këto janë plagët e jetës që ti i ke përjetuar dhe i ke në lëkurën tënde. Jam shumë kurioze të di. Momentin që ai iku, çfarë të tha? Asgjë, thjesht mori rrobat dhe iku. Kaq ishte, mbaroi. Ti jeton ta ndon timen. Dhe pas sa muajsh, le të themi, ai u pendua dhe kërkoi rikthimin me ty? Mbas, do të thënë ai ka ikur në dhjetor, dhe është kthyer. Punë në asnjë muaj nuk ka jetuar për të kthyer. Është kthyer në maj. Në 4-5 muajsh. Okej, do të thënë ishte periudha që ishte akoma çdo gjë e freskët e Erdhi dhe trokiti prapë te dera e shtëpisë apo të telefonoi dhe kërkoi të fliste me ty? Jo. Ka qenë momenti kur domethënë nuk kisha hapur divorcin, na kanë telefonuar, domethënë për seancën e parë të gjyqit, kemi paraqitur të dy dhe ka thënë që okay, do ta lëmë me kaq, nuk e vazhdoj më tej, do të them familjes, i kemi rregulluar gjërat dhe kaq, domethënë. Jo se mori telefon, ishte pjesa të rëndësishme që ne na telefonoi avokati për pjesën e gjyqit. Por ai u kthye në shtëpi? Po, u kthye një muaj ka qenë diçka e tillë, okay. Por si ishte ai momenti kur erdhi në shtëpi dhe u rikthye? Ishte ai momenti ditët e para, okay, njësoj. Pastaj vazhdoi po e njëjta situatë, me po të njëjtin person. Ndërkohë që unë isha në punë, fëmijët në kopër dhe ti vazhdoi të dilje fshirazi prapë me të njëjtin person që ti ke bashkëtove kaq kohë. Kështu që thash stop, nuk vlen, nuk funksionon. Është çdo gjë, domethënë, një gjë po u thye nuk ngjitet më, është kot ti japësh shpresë dikujt që nuk the rrugë. E dashur Renxhi, pse e fale? Kishe frikë të përballojë jetesën e vetme me 2 fëmijët apo e doje akoma? Okej, se s'mund ta heqësh poshtë, domethënë ka vite martese, normale që kam dashur, por që e fala për më shumë për hatër të fëmijëve. Që mos të rriteshin pa baba. Po, se fëmijët e kërkonin, dhe sot e kërkojnë. Është baba i tyre, është e kuptueshme. Normal. Domethënë, çdo kusht, domethënë jeta vazhdon, okay, nesër, okay, me idenë që nuk kam ndërmend të bëj jetën time për të fëmijët, por që të ta krijoj në jetën time nesër pas nesër me një të ardhmen që dihet, askush nuk do të bëhet baba përveç se do bëj vet, apo askush, domethënë zonja që ai kanë ti bëhet nën përveç meje, sepse është e vërtet. Janë diçka gjëra të natyrës, se nuk. Por ai u kthye në shtëpi i penduar dhe të kërkoi falje? Okej, po, kërkoj falje, i penduar. Tani, sot dhe me thënë, është dhe kuaj që të gjithë shtire, dhe së nuk i besojsh askujt, se jam e idenë që nuk i besojsh askujt. Gjithsesi ti ndave shumë vite jetë me të. Po. 9 vite, po. 9 vite jetë dhe nuk janë pak 9 vite martes me babajin e fëmijëve. Qëndrove vetëm një muaj kur ai u rikthye dhe ti sërish të kape mat, le të themi, me atë gruan tjetër. Po. Dhe e dëbove ti nga shtëpia? Po, e kam dëbuar. I kam thënë kaq ishte, okay, do jetën tënde, vazhdo jetën tënde, më mirë. Ti jetën tënde, unë jetën time, se sa të jetoj me stres, me gënjeshtër. Si reagoj për herë të dytë? Reagoj, më ka thënë, okay, ti e di se të duash. 3 vite tashmë e vetme me 2 fëmijët. Po. Si se ke marrë guximin ti drejtorës gjykatës? Jam drejtuar gjykatës. I kam bërë për të bërë divorcin përfundimtar. Po, jam drejtuar, domethënë i kam ende letrat aty që domethënë më kanë thënë mbrapsh, domethënë që ti nuk mund ta përfitosh sepse, okay, nuk tani të jemi realist, nuk e përballoj dot, domethënë që ta bëj me avokat privat, sepse si kam mundësitë ekonomike, sepse jam domethënë vetëm me një rrogë me 2 fëmijë. Është qartë. Dhe nuk ja dal dot. Jam drejtuar, domethënë gjykatës që ta bëj me avokat shteti, i kam bërë letrat të gjitha, i kam revizuar, kam paguar domethënë një pagesë domethënë që bëhej.
Edhe mi kanë thyrë, domethënë letrat më kanë thënë që nuk po ta përfitoni. As nuk e di arsye, domethënë kam vajtur dhe kam kërkuar shpjegim dhe më kanë thënë që nuk kemi se çfarë shpjegimi të japin, i ke letrat aty, mund t'i lexosh, mund të paraqitesh te një avokat që të sqarojë. Dhe i kam thënë që unë po të kisha mundësi për të paraqitur te një avokat privat, e kisha bërë me avokat privat, nuk vjen shtet. Tash Renxhi, ti je drejtuar zyrave të avokatit të popullit që janë falas. Po. Ato zyra janë pikërisht, po të shpjegoj që ta kesh dhe si informacion, ato zyra janë pikërisht për gratë e dhunuara. Gratë të cilat janë të dhunuara, merren nga zyra e avokatit, nga avokat që punojnë falas dhe ju japin shërbimin ligjor. Në momentin që të kanë thënë nuk e ke përfituar, është fakti që ti je një nën e divorcuar, por jo se ke qenë e dhunuar, e kërcënuar, jeta jote ka qenë në rrezik dhe ato të marrin përsipër çështjet gjyqësore. Ndaj të kanë refuzuar dhe të kanë thënë që nuk e ke përfituar. Por më bën përshtypje, ai bashkëton me atë gruan tjetër tani? Po. Sepse më shumë ka interes të bëj divorcin dhe të vazhdoj martesën me atë gruan tjetër. Okej, ai nuk ka ketë domethënë interesin që të bëj divorcin, por që unë jam me mendimin që them, domethënë mendoj që ka interesat e tij mos ta bëj që mos japi detyrimet e fëmijëve, sepse po të bëj divorci, normale që shteti do ta detyrojë që të paguajë detyrimet për fëmijët, ose në të fundit do t'i takojë. Ndërsa në këtë lloj mënyre ai e di shumë mirë që unë si nen apo kushdo qoftë, ne kemi atë vlerësurinë e nënës dhe e dim çfarë do të thotë, domethënë që si babait apo si kisha unë në vendin e tij, domethënë të ndalonte fëmijët, është diçka, domethënë thjesht një njerëz pa shpirt mund ta bëj them. E dash Renxhi, pas ndarjes e ke takuar, ke folur, ja ke kërkuar ta bëj divorcin? Po, e kam kërkuar dhe e kam takuar dhe domethënë mund të them për hatër të fëmijëve, ruaj një raport, miqësor, mund të them që fëmijët mos të ndihen të, domethënë, të ndihen të ndar as nga mua as nga ai. Domethënë ne për çdo ditëlindje të fëmijëve jemi bashkë, festojmë bashkë. Ai i vjen, le të themi, në ditët e veçanta të siç janë ditëlindjet e fëmijëve apo festat? Po, domethënë unë ja kam lejuar që ditëlindjet e fëmijëve ne t'i kalojmë bashkë, që fëmijët mos të ndihen të ndarë dhe mos të ndihen të vetmuar. Ka raste domethënë që kur kërkojmë një herë të vëm të dalin nga lodra, domethënë që dalin me pjatin apo me atë, dhe thon mami do vish ti? Domethënë do bësh për fëmijët mund të bësh çdo gjë. Të besoj. Çdo kush mund ta mendoj që është budallik pasi e ndar dhe ai bashkëton me tjetër ti çfarë do, por që për fëmijën nëna bën çdo gjë. Pra, le të themi, del në park, takon ish burrin dhe partneren e tij. Jo, vetëm ne të dy jo. Domethënë unë, ai dhe fëmijët. E kuptoj, jo se ke raporte apo kontakte me partneren e tij. Por në momentin që i kërkove divorcin, çfarë të tha? Në momentin që unë i kam kërkuar divorcin dhe i kam thënë, më ka thënë që kush të kam thënë që unë dua të ndahem. Kjo s'do mund, ai me tjetrën s'do të ndahet me ty. Është absurde, domethënë po, dhe unë kam thënë që apo bashkëton me tjetër, nuk është nevojë të më thuash që unë dua të ndahem se ti ke jetën tënde. Domethënë nuk kam jetën time. Thjesht domethënë unë divorcin e dua, jo se kam të mend domethënë për momentin që unë do martohem me dikë tjetër dhe më duhet nëse s'dan absolutisht. Por e dua për fëmijët, sepse dua diçka domethënë të përfitoj dhe unë për fëmijët e mi, sepse tani unë vërtet mbase mund t'ja dal me 400.000 lekë që marr në punë, prapë me shumë vështirësi. Por që ata janë në rritje, dhe normale me 400.000 lekë të mbash dy fëmijë, nëse pas nisëm në shkollë me të gjitha nuk e del dot. Dhe si ka reaguar ai? Se divorcin s'ta jep. Shfrytëzon rastin që ti nuk e para, ti drejtohesh vetë gjykatës dhe ta bësh vetë divorcin, ai nuk shkon, nuk ta jep, po për detyrimet ushqimore, kur ti kërkon ndihmë për fëmijët, si reagon ai? Domethënë kur unë kam kërkuar, më ka vënë skam. Domethënë kam pëllaj akoma borxhet e makinës, aksidenti që bëri, ti mund të kesh borxhe, mund të kesh çfarë të duash, mund të kesh halle, por që halli më i madh për mua janë fëmijët, dhe para fëmijëve më nuk më interesojnë hallet e tjera.
Pra në këto 3 vite dhe nuk do presin derisa ti të lash borxhet e tua, apo nuk do presin derisa ti të mbarojnë hallet, ata s'disë çfarë hallesh kam unë. E qartë, fëmijët duan ushqim. Janë në një moshë nuk do t'ja di se çfarë hallesh ka nëna apo babai. Në këto 3 vite ai nuk të ka ndihmuar fare me shuma monetare për fëmijët? Okej, mund të them, mund të ketë dhënë 3-4 herë lek, nga 100.000 lek, apo të ketë blerë rroba në rast të ditëlindjesh. Kur ka filluar shkollën çuni, klasën e parë, okej, ka blerë rroba, se s'mund t'ja hedh poshtë ato që ka bërë. Por që të japi detyrim mujor çdo muaj, domethënë për ushqim për fëmijët, apo jo. Jo. Në rast të presë është tani, që ka bërë domethënë që në fund janarit, lek, i kam kërkuar, i kam thënë, thjesht për detyrimet e fëmijëve në shkurt, në mars, par dje prapë i tash. Është përgjigje që jo, s'ka marrë rrogën, jo s'ka tani babi, jo prica të marri babi rrogën, okej. Si mund t'i thash një fëmijë që prica të marri babi rrogën, që ti të hash bukë. Në fakt, os parin të bukë asë unë absolutisht nuk... Qartë, të kuptoj logjikën. Të kuptoj logjikën, ti bën gjithçka për ata fëmijë dhe e kuptoj dhe sakrificën. E dashurenxhi, por ish vjera, vini i takojnë fëmijët? I takojnë, domethënë po, sepse ata kanë domethënë një lokal shumë afër me punën time, se fëmijët i mbaj tek puna. Kur punojnë pas ditës unë i mbaj atje, 6 orë. Dhe kjo vërtetohet shumë mirë me kamera me se, fëmijët rinë atje me mua. Dhe të lokalit e nëna të gjysë që okej, u blejnë gjëra budalliqe se s'mund të them që nuk bëjnë. Por që babai vetë si baba duhet të ketë përgjegjësi. Detyrimet e veta, përgjegjësitë e veta. Se sa do të bëj një nën dhe një gjysh, do bëj thjesht sa një gjysh dhe një nën, një gjyshe. Jo më shumë. Por babai dhe nëna ai që duhet të përgjigjet për fëmijët e vet. E dashurenxhi, ju punoni te lokali i zhvjerrit dhe vjerrës? Jo, unë punoj në një, domethënë Opticom, është zyrë interneti dhe kablori. Kujdes, punon aty, le themi që me rrogën dhe lan qeran, dritat ujë dhe kujdesesh për fëmijët. Por më the pak më parë që vjera më ka dashur për kohët e fundit jo. Pse? Sepse domethënë është pse normale, por derisa ai ka diçka tjetër në krah, okay, domethënë katër nëse në djalit nuk ka unë thjesht nëna e fëmijëve. Okej, më respekton për nënën e fëmijëve, më flet, domethënë i flas, por që të ruajmë domethënë, okej, respektin për hatët të fëmijëve, për hatët të atyre viteve që kemi kaluar bashkë. Vetëm kaq. Po. Por familja juaj e dashurenxhi, besoj është mbështetja jote më e madhe në këto momente të vështira që po kalon. Edhe ata e përjetojnë divorcin tënd. Po. Edhe mund ta them me bimje të plotë, më thënë që babi im aksidenti që ka bërë vetë për nga stresi që ka kaluar për mua. Jetojnë larg teje prindrit? Prindrit të thënë në Fier. I ke afër, të paktën. Po, në Fier. Shkon dhe i viziton dhe ata vinë te ty. Po. E dashurenxhi, dua të të pyes për fëmijët. Po. Si e pritën fëmijët kur babai i tyre u largua nga shtëpia për gjithmonë? Ata akoma nuk e logjikojnë atë pjesën që ka ikur për gjithmonë, sepse domethënë sa herë flasin apo kur e takojnë, domethënë që ikin në lotra apo në këto i thonë, babi kur do vishti te shtëpia jonë? Domethënë e kanë akoma atë ideën se ndoshta një ditë do fetë. Por ata shkojnë te shtëpia e babait dhe aty e shikojnë që babai ka një tjetër grua dhe besoj ata janë të lënduar dhe arrin ta kuptojnë që babai jeton me një tjetër grua. Të kanë thënë diçka aty? Fëmijët. Po, fëmijët thonë për ditë, jo. Për ditë e ka bërë diçka, sepse domethënë normale fëmijët sot janë shumë të zgjuar dhe nuk i gënjen dot. Dhe kur e shkoj ndonjëherë që domethënë e marrin telefon dhe njëherë të dalë apo kështu i thonë, i thotë që ose kur do ndonjëherë ti
Jo t'i gënjej, po ndoshta ose nuk i ka mundësi për princier, për gjeti se thua ti të hynë hak. Ai thotë që s'jam aty, apo jam në punë. Ne po ne kemi diçka, domethënë që unë i kam përballë me shtëpinë time, domethënë larg, po duket, domethënë shtëpia ku ata jetojnë. Dhe ata e shohin për ditë sa herë në sa herë del. Domethënë po të dalësh te balkoni jot, ti shikon shtëpinë e ish-burrit. Po. Se ata i thonë që bagi pse na gënjen, se ti je në shtëpi, nuk je në punë. Si reagon ai në këtë situata? Që i thotë më njëherë kur rastisin që vjen domethënë atje te lokali dhe i thotë nana, okay, normal se s'mund t'i thotë që okay, nuk e kemi xhan, se derisa djali i tyre bashkëton me atë, është pjesëmarrje e familjes tyre dhe ai thotë që jo, ne vetëm mamin ton kemi xhan. Kemi mamin dhe babin ton, kemi punë me njëri tjetër. Edhe pse janë akoma të vegjël, dhe nuk e kuptojnë akoma atë pjesën. Engji, unë e besoj që ti e ketë vështirë të sqarosh të situatë, sepse pyetjet më të mëdha ti bëjnë ty si nën, që pse babi nuk vjen në shtëpi, pse babi është me një grua tjetër, pse jetojmë larg njëri tjetrit. Besoj që ti e ketë vështirë këtë pjesë dhe prekesh për t'i shpjeguar dy fëmijëve të tu të vegjël. Po. Është shumë e vështirë, por që okay, dhe të bëhemi të fortë dhe të Bravo. Ti përballojmë dhe t'ja dalim. Si ka qenë jeta jote në këto 3 vite? Besoj ke hasur shumë vështirësi, ata ekonomike më së shumti, dhe është e kuptueshme një nënë vetme me një rrogë 400.000 lekë të pagoj qira, drita, uji. Po, kopshin e çunit vogël, se kam kopsh me drek. Okej, kopsh të rrallë, por që është me drek se thonë deri në 4, se kam kutale domethënë, jam e detyruar. Dhe okay, vështirë, normale me ndihmën e familjes, okay, dhe prindërit e tij më kanë ndihmuar, se s'mund të them që s'më kanë ndihmuar. U kanë sjellë fëmijëve, u blej gjëra, apo ka pas raste kam paguar në kopshin e fëmijëve. Edhe shumë mirë kanë bërë se i kanë nitur. Ai ka paguar kopshin e çunit. Por që domethënë, por nëse nuk e ke atë ndihmë, domethënë çdo muaj që babai të përgjigjet, çdo muaj është shumë e vështirë. Sa do të mundohesh vetë, është e vështirë, domethënë në ditët e sotme, me çmimet e sotme, është në shtëpi me qira, është shumë e vështirë. E tash Engji, por çfarë ke menduar? Pret që ta bëj ai divorcin dhe ti të marrësh detyrimin ushqimor të fëmijëve? Je e re, sa vjeç je? Më fal që të pyes. 32. Je shumë e re. Dhe çka ke menduar për veten tënde për të ardhmen? Përpos kujdesit të fëmijëve që është primar dhe është përjetësisht tek nëna. Po. Nuk diskutohet kjo gjë. Çfarë ke menduar për veten tënde? Po, se di, domethënë, kjo është ajo gjëja domethënë që unë dua, është paktën domethënë të përfitoj divorcin, paktën ta bëj domethënë avokat shteti, sepse normale se nuk i kam atë mundësi. Dhe të përgjigjet ai për fëmijët, dhe ai dhe unë, normale, dy bashkë, siç ka ai përgjegjësi kam dhe unë. Nëse do ta kishe përballë, siç më ke mua, edhe pse ti e takon në festa me fëmijët, ai vjen në ditëlindjet e fëmijëve, çfarë do i thoshe ti sot babait të fëmijëve? Domethënë çfarë do i thoshe që unë ja them gjithmonë, no? Domethënë se dhe fjala për fëmijët apo diskutime, që okay, që ti jetën tënde, u kam jetën time, dhe u kam pushtuar fëmijëve. Por që detyrimet e fëmijëve janë përbashkët, ashtu siç kam unë si nen, okay, mbase kam më shumë se nena gjithmonë për fëmijën është më shumë, por që derisa i kemi sjellë bashkë në jetë do të përgjigjemi të dy. Dhe unë uroj dhe shpresoj që ai të ndërgjegjësoj dhe ta kuptoj që ata fëmijë nuk i ke sjell vetëm në jetë, që të jenë detyrimet 100% vetëm tek ty. Është dhe ai babai biologjik atyre fëmijëve që ka një detyrim shpirtëror, moral dhe monetar për rritjen e atyre fëmijëve. Uroj që të ndërgjegjësohet dhe ta kuptoj qëllimin e gjithçkaje, sepse do vi një moment që ata fëmijë do rriten, do e kuptojnë dhe do shkëputen nga babai i tyre. Sepse fëmia kur nuk ndjen dashuri, nuk ka përkujdesje, do shkëputet. Kështu funksionojmë ne njerëzit, që njët njerëzore, lidhjet tona. Por, e dashur Engji, në radhë të parë të uroj të jesh nëna më e lumtur në botë. Uroj që ata fëmijët e tu të rriten dhe të bëhen të mbar dhe ti t'jesh krenare për ta. Të uroj fat dhe të kesh një jetë të lumtur, jeta do vazhdoj, do gjesh një partner të ri, si as e para as e fundit. Siç ka martesa, ka dhe divorce, duhet i pranojmë këto gjëra, të uroj shumë fat në jetë. Dhe dua të pyes
për babain. Çfarë ndodhi me babain? Dhe ai ka bërë një aksident dhe përfundoi në spital në një gjendje goxha të rëndë babai juaj. Po, babi ka bërë aksident në datën 17, ja, po ka qenë në 2 shkurt me duket. Sa të mbaj mend pas. 2 shkurt, po. Bashkë me duket kemi shkuar atë ditë. Në 2 shkurt, ka qenë në punë, se punon me një pas të kamionçin, të punonte dhe shkonte për të çuar disa gjëra në llogaram, më duket. Se gaboj. Dhe flashiu momental, ku ti humbi kontrollin, ndoshta ndonjë tension. Me automjet. Po, dhe përfundoi në det. Wow. Makina u bë cop. Dhe faleminderit Zotit dhe fal Zotit, sepse është njëri që ka bërë vetë mirë në këtë jetë, në këtë botë. Shpëtoi shumë mirë. Okej, pati makina goxha. Të mëdha. Po, por që faleminderit Zotit, është shëndoshë mirë. E dashur Engji, ai qëndroi gjatë në spital, por fal Zotit sot është në shtëpi. Është mirë. Por rikuperohet edhe i uroj shëndet edhe jetë babait tuaj. Faleminderit. E dashur Engji, unë u preka shumë nga historia juaj. Realisht, me sa kuptova, gjithë problemi juaj është divorci, nuk mundeni do të përballoni divorcin. Shuma e divorcit në djenin time shkon diku te 800-900.000 lekë nëse merr një avokat privat që ta ndjeki. Padyshim janë dhe ato zyra që ti nuk e ke përfituar falas nga shteti. Do bëj të pamundrën për të ndihmuar. Ndoshta një prej avokatëve që unë operoj në emisionet e mia mund ta marri përsi për këtë gjë falas, që ti të bësh divorcin dhe ai baba të pagoj deturimin ushqimor për fëmijët dhe ti të vazhdosh jetën tënde. Shumë faleminderit. Do mbetemi së bashku në kontakt dhe të uroj më të mirat e dashur. Gjithashtu, të uroj shëndet dhe shumë faleminderit. Të përqafoj dhe të puth nga Tirana, Engji. Gjithashtu, të uroj shëndet, faleminderit. Mi puth fëmijët. Shumë faleminderit. Mirupafshim zemër, mirupafshim. Pafshim zemër. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që t'jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori njerëzore, me këto histori shqiptare, reale, histori të dhimbshme, që nuk vinë vetëm brenda territorit të Shqipërisë, po kudo ku ka shqiptar. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër me historinë e radhës. Mirupafshim.